Gjesti, i njohur për natyrën e tij të drejtpërdrejtë dhe shpeshherë polemizuese, nuk e përmbajti dot veten kur Rozana e pyeti në oborrin e shtëpisë së Big Brother VIP Albania sepse nuk e fitoi Big Brother VIP Kosova. Me një ton të tensionuar, ai deklaroi: "Ka qenë hile, duke shkaktuar habi mes banorëve." Duke kuptuar se deklarata e tij mund të provokonte reagime, Gjesti e zbuti disi shëndrimin duke thënë: "Ju mendoni se ka qenë hile, kur të dalim jashtë të tregoj, mos më detyro të flas." Kjo fjalë ngriti edhe më shumë dyshime për atë që kishte ndodhur në finalen e Big Brother VIP Kosova. Burimet e afërta me situatën kanë treguar se Gjesti, që gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në Big Brother VIP Kosova, ishte një nga personazhet më të pëlqyer dhe më të ndjekur nga publiku, ndjeu se kishte fituar mbështetje maksimale për të triumfuar. Ai ishte ndër banorët më të klikuar në rrjetet sociale dhe çdo veprim i tij bëhej viral, duke e bërë atë një nga figurat më të diskutuara të spektaklit. Sidoqoftë, kur rezultati final shpalli Drilonin si fitues, shumë fansa dhe vetë Gjesti u ndjen të zhgënjur. Ndonse Gjesti nuk e thot qartë në Big Brother VIP Albania, ka indicie që ai beson se votat janë manipuluar dhe se fitoria e tij u mohua në mënyrë të padrejtë. Shumë ndjekës të Big Brother VIP Kosova e kanë shprehur edhe publikisht pakënaqësinë e tyre, duke vënë në dyshim transparencën e votimit dhe duke pohuar se Gjesti ishte më i popularizuari. Gjesti tani e sheh Big Brother VIP Albania si një mundësi të re për të treguar veten dhe për të fituar atë që sipas tij i është mohuar më parë. Megjithatë, deklarata e tij ka hapur debat mes fansave të dy reality show-ve, duke ngritur pyetjen: a ishte vërtet Gjesti fituesi i padrejt i Big Brother VIP Kosova? Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!